Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojnë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili na mundsoi me u të bun këtë xhami, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala për sinqeritet në veprat tona. Dhe pas falimderimit të Allahut azza xhalla falenderoj gjithashtu edhe Hoxhën Abdullahin, I cili na I dha fjalën dhe pse nuk kena ardhur për me marr fjalë. Erdhëm vetëm për dy hoxhallat që përmendën, vetëm për vizitë për hir të Allahut azza xhall. Erdha me dy vllazë të me xhamisë, e thash motë se kam pa Hoxhën Abdullah, thash ashtu që masi ka ky organizim, thash hajde shkojna bashkë, alhamdulillah. Ashtu që shkurtimisht me izin e Allahut subhanahu wa taala, edhe më janë gjithë ligjëratës që vllau e gëzoni e tha para mu, të lidh me imanin dhe shkurtimisht nëse këshyrna rreth neve e shohna se kur gjë nuk është e përhershme në aspektin se çdo sen, çdo objekt, çdo pajisje të cilën e kena në dorë tona, e shohna se kena mundësi ta përdorna sa dojna, po herdo kur do vjen koha dhe vakti kur duhet atë pajisje me lishu. Pse? Se u dobësu, u vjetru, edhe ka dal prej funksionimit të saj dhe duhet, apo nëse ka mundësi njeriu me riparu e riparon, ose nëse nuk ka mundësi duhet me zavendësu. Dhe kur gjan këtë dynjë nuk është e përhershme, dhe vjen herdo kur do vjen koha që kur duhet, kur prishet ajo pajisje. Kjo është shumë e lehtë për me kuptu për neve personat të cilët janë materiale. Koft një karrik, koft një kompjuter, një kerr, një banesë, pa marrë parasysh, shumë e lehtë. Po kjo ndodh, kjo dobësim, ose kjo dobësi, ose kjo lodhje, ose kjo vjetërsim, ndodh gjithashtu edhe për personat të cilët nuk janë materiale, të cilët janë abstrakte. Edhe është një sen I cili si cili për neve është sprovu në dobësimin e sajt, pa kur një farë përjashtimi. I cili është dobësimi I imanit. Si cili për neve ka mundësi dhe mund që është real me veten e tij, mund ta dëshmon se imani dobësohet, edhe vjetrohet, edhe lodhet. Edhe vetëm ta krahasojna fillimin I cili për neve të udhëzimit të tij dhe gjendjen e tonë sot. Dhe ti krahasojna kush I ka 20 vjet udhëzim, 30 vjet udhëzim, kush I ka 1 vjet, pa më parasysh. Veç ta krahason me sodit dhe para X viteve kur ja ka fillu me këtë udhëzim. Dhe ta tregon se çu shpesha veten, nëse duhet më qit peshore dy rastet e të njëjtit person. Ta kujton se në fillim të udhëzimit, kur vjeke nga ana e Allahut azza wa jalla, nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një urdhër, çati për çati u munojsh me vepru dhe me zbatu atë urdhër. Kur vjen në fillim të udhëzimit një ndalesë, çati për çati e dish me sa është ndalesë dhe u largojsh me sa më larg. Pyetja tash është cila është gjendja jonë sot. Dhe pse? A është e njëjta apo jo? Më mendja se shumica ka mundësi të thonë se jo, dhe pse? Pse sot për shembull të njëjtin raste, pse sot për shembull kur vjen një urdhër nga Allah azza wa xal, nuk mundohemi me u bind fillimisht, po e thonë atë hajt ta këshyri, nashta nuk është obligim vajib, po është vetëm sunet. Hajt nashta ka divergjencë, mos pajtim mes dietarëve, edhe mundohemi me gjetë një rrugdalje, hajt ta këshyri ta marr një mendimin I cili është nashta më I lehtë. Pse kur vjen harami, ajet kuranor, hadith të pejgamberit alayhi salam, dhe nuk thojna fillimisht haram largona, thoj hajt ta këshyra nashta nuk është haram, po është mekruh. Cilat janë arsyet? Pse? Sepse si tham, imani është dobësu në zemrat e tona. Imani është dobësu në zemrat e tona dhe është vjetru. Dhe thot I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawba fas'alu Allah an yujaddid al-imana fi qulubikum. Në një hadith që Sheh Albani bën të sakt, thot me të vërtet imani, thot besimi, thot vjetrohet ose dobësohet në gjoksat e juve
Sukur robat të cilët i bajna vjetërohen, thot në trupet e juve, ashtu thot lutni Allahun që t'ja ripërtrit imanin. Kjo është nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili na tregon se imani dobësohet dhe vjetërohet, sukur teshat që ju kena robat që i bajna, edhe shumë lehtë është për neve me kap këto, atëherë që ne jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rrugdaljen, thot lutni Allahun që t'ja ripërtrit imanin e juve. Dhe kjo është besimi i ahli sunetit, i cili e pohon se imani rritet me vepra të mira dhe me bindje ndaj Allahut azza wa xal, dhe dobësohet me gjunahe edhe me mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu wa khuliqa al-insana dha'ifa, thot Allahu taala, dhe me të vërtetë e thot dhe njeriu është krijuar i dopt. Edhe kjo është arsyeja e parë e dobësimit të imanit apo vjetërsimit të imanit, është dobësia jonë. Edhe jena krijuar të dopt. Dhe si ka mundësi që të ndryshe, kurse çdo ditë ose çdo orë ose çdo sekondë që kalon, sidomos në kohën tonë bashkëkohore, njeriu ballafaqohet me lloj-lloj sprove. Edhe dy kategoriat më të mëdha të cilët janë apo me shubuhate, me dyshime në aspektin e besimit, nuk vjen një ditë vetëm se vjen një lajm apo një dyshim në aspektin fetar. Çfarë se njeriu koft në internet, koft na për kush është student na për shkolla, koft na për puna, koft me njerëzit e shtëpisë, ballafaqohem me njerëzit të cilët vinë dhe val pas vale vinë dyshimet, derisa ka mundësi se njeriu i cili ka qenë besimtar, thotë vjen dhe është pikpyetje deri në ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Po gjithashtu edhe me shahawate, me edhe epshte harame, nuk ka mundësi njeriu vetëm se i hap sytë e tij edhe ja nis dhe haramet vinë val pas vale rreth tij. Rrugës, koft me veshët e tij, muzikë, gybet, kësisene, rrugës, në reklama, persona të zhveshur e kështu me radhë, do të thotë se gjunahet, haramet janë në tanaant. Dy shtyllat më të mëdha që janë dyshimet fetare dhe gjunahet dhe epshtet vinë val pas vale, si ka mundësi që njeriu mos më dobësoj imani në gjyksin e tij. Cila është rrugdalja? Rrugdalja apo dine se rrugdalja është që njeriu të mundohet ta ripërtrijë këtë imanin, ta ringjallë këtë iman dhe ta timore ato shkaqe të cilët vinë dhe përforcojnë dhe ringjallin këtë iman. Cilët janë të shumta, po vetëm 3 kena më përmend, të cilët vinë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush ndalet dhe analizon këto 3 pika, e shef se me të vërtetë subhanallahu, feja islame është feja e cila është e lehtë. Dhe kena mi përmend 3 vepra të cilët janë vepra më kryesore të dinit islam dhe të cilët janë prej më të lehtave që ka mundësi njeriu me i bë, edhe nuk janë të cilët nevojiten as pasuri të madhe për me dhënë, po as një sakrificë të madhe koft gjatë natës me namaz natët të gjatë apo me shku me udhgat, janë dhe vepra të cilët janë të vogla. Ashtu që kush don që ta ringjallë këtë iman, i cili është gjendet në gjyksin e tij, atëherë në të ngonë. Pika e parë është ringjallja e imanit me fjalën la ilaha illallah. Ringjallja e imanit me fjalën la ilaha illallah. Me një hadith Abu Huraira të nëse thotë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Thotë i dërguari Allahut, ripërtret në imanin e juve. Dhe i thanë, wa qila ya Rasulullah, wa kayfa nujaddid imanana? Thanë, o i dërguari Allahut, si kena mundësi me ripërtrit iman? Qal, akthiru min qawli la ilaha illallah. Thotë shumë zane dhe shumë fishane fjalën la ilaha illallah. A ka mundësi se tjetër fjalë ta ringjallë këtë iman në zemrën tonë, për vetëm se fjala e cila të ka bërë ty musliman, nuk ka zot që meriton adhurimin për vetëm se Allah. Do të thotë se kjo fjalë e para është dhikri me la ilaha illallah. Kush mundohet dhe e praktikon prej sot çet vepër, që të nisi me bën dhikr la ilaha illallah sa më shumë, sikur që takon ahle sunetit me bën këtë dhikr la ilaha illallah. Çka do të thotë me kushtet e saj, që ta dish domethënien e fjalës la ilaha illallah. Ti di cilat janë kushtet
shurutët e fjalës la ilaha illallah, ta dinë se cilët vinë veprat apo fjalë apo besimet e cilat vinë dhe hinë ndeshje me fjalën la ilaha illallah, të largohet prej shirkut, të largohet prej bidatave, të largohet prej dyshimeve, edhe ta thojë këtë fjalë me plot bindje dhe ta zbatojë këtë fjalë me veprat e tij, edhe dhe ta shohë inshallah me të vërtet efektin e fjalës la ilaha illallah në jetën e tij. E dyta, pas kësaj tash, se Allah thot ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, thot Allah Teala me të vërtet thot me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ashtu që kjo është ushqimi i zemrës, dhikri i Allahut, posaçërisht fjala la ilaha illallah. E dyta është tajdid al-iman, ringjallja apo ripërthitja e imanit me lutje. Që me lut Allahun subhanahu wa taala që ta ringjallë këtë zemër. Ku është argumenti? Hadithin e parë që e përmenëm, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Thot i thaj sahabeve, thot lutni Allahun që ta ripërthrije imanin në zemrat e juave. Kështu që pika e dytë cilla është, kush don që ta xhaje çat iman të fortë që ka pas fillimin të udhëzimit, që ta lutë vazhdimisht Zotin e tij, që ta përforcon dhe ta ushqen këtë zemër me iman. Pika e tretë dhe pika e fundit është ripërthitja e imanit me leximin e Kuranit Kerim. Me leximin e Kuranit, thot i dërguari Allahut, "Fatlu al-Qur'ana yujaddid al-imana fi qulubikum." Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot lexoni Kuranin, yujaddid al-imana fi qulubikum, ai do ta ripërthrije imanin në zemrat e juve. Ashtu që pika e tretë është leximi i Kuranit. Pika e parë thamë vëllezër cila është fjala la ilaha illallah, dhikri, që mos lodhet dhe mos nalet e mos bezdiset kjo gjuhë me përmendjen e Allahut la ilaha illallah. E dyta, lutje, dua, me ju lut Allahut subhanahu wa taala me ripërtit këtë iman, dhe e treta është leximi i Kuranit. Tre vepra për bazave të ibadeteve të besimtarit. A nevojitin këto vepra sakrificë të madhe nga ana e robit? Jo, as pak. Cilat janë të lehta, bazë prej bazave të besimtarit musliman, ashtu që shkurtimisht mos marrë edhe më shumë kohë, këto kanë tre pika kryesore, duke lutur Allahun subhanahu wa taala me na i dhon mundësien që t'i praktikojna. Praktikoni vëllezër dhe shifni. Sikur që thash me në fillimin e udhëzimit dhe ditën e sotshme dhe çetnin balans, çetin peshore, e njëjtën tash prej sot dhe tutje, dhikrin la ilaha illallah, lutjet Allahut subhanahu wa taala dhe lexim të Kuranit shpesh dhe prej sot e mas një jave, mas një muajve, zgjedhni një periudhë dhe çetni gjithashtu veten peshore sot dhe mas një muajve edhe kështu në dallimin. Wallahu a'lam, Allahu din mas mirti, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.